Burim, mirë se vjen. Mirë se gjej. Hajde burim. Mirë se vjen. Është vazhdim në shërbim të atë vevët, i ke shërbyje me besnikëri, dashur qytetarë të Kosovës, Burim Ramadani, mendje e kthjellët që punon për sigurinë e shtetit. Është i përgjegjshëm dhe profesionist, besnik i shtetit, besnik i popullit. Sjell përvojë dhe aftësi, është racional në veprimet e veta. Kosova ka nevojë për burimin. Ne kemi nevojë për burimin. Burim, çdo herë me ty e për qytetarin, për Kosovën. Faleminderit. Siguria kombëtare nuk është politikë ditore, është përgjegjësi jetësore. Asnjëherë s'kam hezituar me marrë vendimet e veprimet që shërbejnë sigurisë tonë kombëtare. Nëse kjo bëhet përmes ulçes së deputetit, aty do të jetë. Na duhet ta përgatisim rinin për mbrojtje siguri. Na duhet nxjerrim ligje të reja. Na duhet ndërtojmë platformë e strategji shtetërore. Na duhet të forcojmë institucione. Shteti dhe siguria nuk janë taktika, janë planifikim strategjik me mendje të ftoftë e me shumë dashuri. Shërbimin për siguri kombëtare po e kërkoj përmes votës qytetarëve dhe këtë besim të qytetarëve do ta kthej në forcim të shtetit. Kryetar, kjo pjesa e jone e përbashkët. E kemi lënë gjysh, do ta kryejmë bashkë.